Avokat, keni informacion tjetër kur mund të jetë data që mund njoftohet ose afërsisht sa para zgjedhjeve që për këtë kthesëm që nuk do bëhen? Jam në pritje dhe do rrit të pres me durim deri në datën 15 të këtij muaji çfarë do bëhet me arrestimet. Sepse pres që mbas datës 15 të formohet qeveria teknike. Mirë po, shqiptarët nuk vjen tek partia Shpresa Demokrate që të vjen djem dhe vajza me shkollë që të bëhet të formohet qeveria teknike me njerëz me të vërtetë abdetar dhe të përgatitur dhe të formuar. Presen se çdo bëhet, akoma se kanë marrë vesh që nuk do bëhen zgjedhje. Dhe unë po ja u them juve tani këtu dhe ta dëgjojnë dhe teleshikuesit tuaj që menjëherë sa të fillojnë arrestimet, deri në datën 15 do bëhen ato arrestime që janë për të bërë, pra praktikisht nuk do bëhen zgjedhje, atëherë do shkojnë njerëzit të bëhen pjesë e partisë Shpresa Demokrate për të krijuar qeverinë teknike, sepse jemi shumë të vonuar. Këta po ecin ditë për ditë me galop në drejtim të terrorit që po ushtrojnë në popull, edhe të vjedhjeve. Avokat, niveli i arrestimeve se steka është ngritur te kryetari i bashkisë, tani do jetë më poshtë apo më lart? Jo, do jetë shumë më lart, dhe do jetë në 2 kratë. Do jetë në 2 kratë. Sali Berisha akoma nuk po bën transparencën, por i kanë sy të madh ka demokratë apo jo. Nuk po bën transparencën ku i gjeti $2 milion që ja ka dhënë ai aty Çevitsa si e ka ai. Sherifit e keni fjalën. Po që ai një biznesmen amerikan që s'ka lidhje fare me politikën e shtetit amerikan dhe me këta, thonë me që erdhi nga Amerika, do na hiq non grata neve, nuk hiqet non grata. Ta flen mendjen. Nuk hiqet non grata Sali Berisës. Avokat. Sali Berisha nëse është patriot, që s'është fare, është një mashtrues, duhet urgjentisht të jap dorë që të hap rrugë Partisë Demokratike dhe demokratëve të mirëfillt, po kryesisht të djathtëve të përndjekurve politikë që Sali Berisha i ka shkelur me këmbë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë këtyre 32 vjetëve, tu hap rrugën, sepse ka dhënë rrugën aty dhe nuk kalon dot njeri më tutje. Të hap rrugën të krijohet një udhëheqje e Partisë Demokratike abdetare, shqiptare, e djathtë, e mirëfillt që të kthehen njerëzit në Shqipëri, të bëhet Shqipëria siç e kemi ndërruar. Apo flisni për një alternativë të pastër dhe qartë. Avokat, tek arrestimet bëhet fjalë tek oborri i Partisë Demokratike apo oborri familjar i Berishës? Informacionet tuaja. Në të dy rastet. Keni emra konkret që mundet? Unë kam ata emra konkret që diskutojnë për ditë në shtyp, s'kam të kem tjetër se unë nuk i di. Nuk jam në zyrat të Spakut apo të Byrosë Kombëtare të Hetimit. Por arrestimet thuhet dhe dëgjojnë, siç dëgjoni dhe ju, që do fillojnë nga zëvendës kryeministria, zonja Balluku, që del dhe i bën kashillëk popullit shqiptar, tallet. Do ja vetëm një rast. Hapën tunelin e Llogaras dhe u bë me ditirambe, me balle, me folklore, u bë një festival folklorik i vogël atje në Imar. Pse kanë mbyllur në Llogara? Pse kanë mbyllur? Kush është mbyllur? Tuneli i Llogaras? Po, është mbyllur, s'punon, ka qenë shtatori, nuk punon. Shkoj që shqiptarët s'dinë gjë fare, se kolegët tuaj nuk vjen me kamerat atje të shikojnë çfarë po bëhet. Nuk vjen me kamerat të shikojnë çfarë po bëhet. Kur keni marrë të informacion? Kur? Nga njerëz, po edhe vetë kam kaluar atje për tikur për në Llogara dhe për kaluar nga tuneli dhe më thanë nuk punon. Shko me janë njerëz atje të gjallë.